Atëherë përshëndetje edhe një herë të gjithëve, për mua është kënaqësi të moderoj dhe të drejtoj pyetjet në këtë aktivitet kaq të veçantë, të zhvilluar nga Qendra për Hapje dhe Dialog, ku do të kemi të ftuar për të folur mbi sportin e basketbollit, një sport që ka marrë një hovë në qytetin e Korçës vitet e fundit, por që gjithashtu ka dhe një traditë të hershme në qytet. Pyetjen e parë do doja t'ia drejtoja pikërisht trajnerit të ekipit, Bruno Topit. Besoj se të gjithë ju e njihni. Atëherë, sa i takon Ecurisë kampionatit, si ka shkuar deri tani dhe cilat janë pritshmëritë tuaja, po themi, për këtë sezon? Faleminderit për ftesën dhe falenderoj edhe të rinjtë që kanë ardhur dhe janë bërë pjesëmarrës për të dëgjuar të flitet për sportin dhe për basketbollin veçanërisht. Këtë vit ne kemi bërë një ekip, si të thuash, më të mirë se sezonet e tjera, kemi afruar disa lojtarë tuaj amerikanë, së bashku me Bërthamën që kemi pasur në ekip të lojtarëve vendorë dhe jemi paraqitur jashtëzakonisht mirë deri tani në këtë kampionat. Kemi bërë 5 fitore, kemi humbur 3 ndeshje a 4 ndeshje dhe presim të marrim rezultate sa më të larta në ndeshjet në vijim, sepse është gjysma e kampionatit akoma dhe presim rezultate më të larta. Duke qenë se disa prej këtyre ndeshjeve ju sapo na thatë që i keni fituar, pra si ka qenë konkurimi në këtë kampionat dhe cilat ekipe mund t'i përmendim si rivalët apo po themi ata më të fortët për të arritur rezultate fituese në ndeshjet e tjera? Këtë vit ka ndryshuar formati i kampionatit dhe të gjithë ekipet jemi bashkuar në një kategori që quhet Superliga e basketbollit dhe marrin pjesë 12 ekipe. Objektivat tanë ne i kemi vendosur që të jemi, si thua, për këtë vit si vit fillestar dhe në bazë të projektit që kemi të jemi në 6 më të mirët. Deri tani ja kemi arritur të dalim, jemi në vend të 6 me pikë të barabarta me vendin e 5 dhe të gjithë ekipet që kemi dashur ti mundim i kemi arritur. Tani duam të rivalizojmë dhe ekipet e tjera që pretendojnë për kampion dhe pse ti vëmë në vështirësi dhe pse jo të marrim dhe fitore. Duke qenë se kanë qenë disa rezultate pozitive të arritura në këtë ndeshje, është e rëndësishme të thuhet që puna përgatitore, sigurisht stërvitja, po themi dhe harmonia mes grupit është shumë e rëndësishme, apo jo? Çfarë vendi zën këto për të arritur këto rezultate në kampionat? Me ardhin dhe e lojtarëve amerikanë si dhe me punën e jashtëzakonshme të lojtarëve vendorë, kemi krijuar një harmoni dhe një grup shumë të mirë, të cilët kanë dëshirë jashtëzakonshme për të stërvitur, për të dëgjuar trajnerët në stërvitje dhe për të dhënë maksimumin e tyre në stërvitje. Janë lojtarë që bëjnë nga 2 herë stërvitje në ditë, paradite, në darkë dhe japin maksimumin vetëm për atë ditë të ndeshjes. E gjithë dëshira e tyre është që të fitojnë ndeshjen dhe të japin maksimumin. Atëherë, duke qenë se përmendëm dhe prezencën e lojtarëve amerikanë, unë do doja t'i drejtoja në fakt një pyetje edhe kapitenit Endri Habib, mund t'ja kalojmë. Duke qenë se vinë pra 2 lojtarë të huaj, ata sjellin po themi ndoshta një taktik tjetër pune apo një mentalitet ndryshe. Si ka ndikuar kjo tek skuadra juaj, qoftë edhe tek loja, organizimi i saj, përgatitja? Po, është e vërtetë. Ne gjatë gjithë viteve të kaluara jemi mësuar të luajmë me lojtarë shqiptar. Vitin e kaluar kemi pasur 2 lojtarë tuaj, se këtë vit kemi diku tek 5-6 lojtarë tuaj. Është gjithçka ndryshe. Si në stërvitje, si në lojë, si në harmoni e ekipit, është çdo gjë ndryshe, është vërtet gjë shumë e mirë. Ne si lojtarë shqiptar kemi një nivel më të ulët se ata dhe ne ditë për ditë mësojmë gjëra të reja, gjëra të mira dhe na ndihmon shumë. Sidomos lojtarët që janë të rinj që e kanë karrierën përpara, është gjë shumë pozitive, është vërtet një gjë shumë e mirë. Duke qenë se përmendët lojtarët e rinj, pritet që të kemi një emër të spikatur, po themi në këtë sezon, ndikuar ndoshta edhe nga prezenca e kolegëve të tyre të huaj? Kemi deri tani 2-3 lojtarë që janë vërtet dimë shumë të mirë dhe janë në një moshë relativisht të re. Janë akoma në shkollë dhe pritet që të kenë një ecuri shumë të mirë. Sidomos lojtarët e huaj po ju japin shumë dorë, po i ndihmojnë dhe po mësojnë shumë prej tyre. Besoj në të ardhmen do ketë ekipi i Korçës lojtar vendas shumë të mirë. Hello, great, Meizo? Yes. Cilat janë ndryshimet kryesore që keni vënë re mes kampionatit shqiptar dhe atij ku keni luajtur më parë? Jam i lumtur që jam këtu dhe jam falenderues për ftesën e marrë, për më tepër që kam dhe shokun tim si pjesë të skuadrës këtu.
Sporti basketbollit ka nisur si një pasion imi që kur kam qenë 6 vjeç dhe nuk mund ta imagjinoj do të jetën time pa luajtur basketboll. Kam shpenzuar shumë kohë për këtë sport. Këtu në Korçë kam njohur njerëz shumë të mirë që ushtrojnë këtë sport dhe kemi krijuar kujtime që do t'i mbaj për gjithë jetën. Okay, thanks. Bruno, do doja të ktheheshim sërish të bashk sa i takon atmosferës së qytetit kundrejt sportit dhe gjithashtu mbështetjes nga tifozët e ri në ndeshje. Sa ka ndikuar kjo në performancën tuaj? Këtë vit Pallati i Sportit, sidomos në ndeshjet e basketbollit me ekipin, duke parë që është rritur dhe ka arritur fitore të ndryshme, është mbushur akoma më shumë se vitet e kaluara. Sidomos edhe nga të rinjtë që janë në stërvitje e basketbollit, por dhe nga dashamirës të tjerë të sportit, sepse Korça është një qytet sportdashës dhe të gjithë duan që sportet të jenë në top list dhe vinë kanë hedhur pafund njerëz dhe shpresojmë që t'i mbështesim, pavarësisht se na mbështesin dhe pavarësisht se Pallati i Sportit tani është në rekonstruksion. Shpresojmë që duke u ndërtuar Pallati i Sportit të ketë më shumë mbështetje për sportin, sidomos nga pushteti lokal, po dhe pse jo nga ai qendror, duke bërë ligjin e sponsorizimit që të gjithë e presim, dhe duke u mbushur dhe pallatet e sportit, edhe fushat ku luhen gjithë infrastrukturën që ka qyteti, pse jo të jenë vetëm të rinj dhe të reja për të luajtur sport. Ndalemi po tek të rinj. Në fakt në qytetin e Korçës ka shumë të rinj që ushtrojnë sporte, po themi, dhe paralelisht ata edhe studiojnë. Pra, si do t'i poziciononi t'ju? Pra, ku do qëndroj sporti tek ta? T'i mbajmë paralelisht me studimet, sportin si një hobi apo një profesion? Tek të rinjtë që kanë pasion sportin, arrin t'i bëjnë të dyja, si mësimet, si dhe sportin. Ne si trajnera basketbolli, unë kam në një akademi me basketbolli me fëmijë të vegjël që nga 6 dhe 15 vjeç, së bashku me profesor Endrin, dhe këshilla jonë e parë është mësimet, pastaj sportin. Por, nëse doni të bëheni sportist të mirë dhe ta ndiqni pasionin, mund t'i arrini të dyja pa ju ndikuar tek mësimet. Po ashtu kam qenë edhe vetë, kam qenë shumë i mirë deri në gjimnaz, dhe pastaj që shkova në universitet aty ku doja, dhe nuk e lash asnjëherë basketbollin. Ndoqa pasionin dhe ku jam tani doja, bëj atë që dua. E rëndësishme është që të rinjtë të bëjnë atë çka dëshirojnë. Sigurisht edhe që ndjehen mirë dhe të plotësuar, po themi në gjithë ato. Endri, do doja në fakt edhe një mesazh nga ju për gjithë të rinjtë që e dashurojnë sportin, jo vetëm disiplinën e basketbollit, kryesisht basketbollit, duke qenë se po flasim për të, por edhe sporte të tjera që ushtrohen në qytetin e Korçës. Po. Për mendimin tim, sporti duhet ta ndiqin të gjithë të rinjt. Dikush ndonjë sport më pak fizik, dikush më shumë fizik. Unë mendoj se sporti është etik, është shumë i rëndësishëm. Edhe në shkollë ndihmon. Nuk ka të bëjë që merren me sport bien nga mësimet, sepse të qetëson e unë mbet mendjen nga vështirësitë ose nga problemet që ke. Dhe mendoj se të gjithë të rinjtë duhet të merren me një lloj sporti. Çfarë do që të kenë dëshirë, 1 orë, 2 orë, është shumë e rëndësishme. Më vonë do ta kuptojnë vlerat, sepse në moshën që janë, sidomos të rinj këtu, unë mendoj nuk arrin ta kuptojnë tani vlerën e sportit. Duke vajtur në një moshë më të madhe, unë jam në një moshë tani 37 vjet, unë dëshiroj të luaj sa më shumë. Për mua është shumë e rëndësishme, të njëjtën gjë shpresoj të ndjekin edhe të rinjtë. Siguron, pra, jo vetëm mirëqenie fizike dhe mirëqenie mendore. Është vërtet, edhe mendore ti shumë gjë pozitive. Një energji tjetër. Duke qenë se kemi plot të rinj atëherë, unë do doja t'ju drejtohesha edhe ju. Kush dëshiron të na flas? Sa e pëlqeni sportin, basketbollin, nëse keni një pyetje për lojtarën ndoshta dhe të huaj që kemi këtu? Kush ka dëshirë? Kemi dikë që merret me sport këtu? Vajza? Ushtroni aktualisht një sport? Cilin sport? Në cilën disiplinë? Në basketbol. Si ka lindur si ide angazhimi në basketbol? Pra, kush ka qenë ai që ka kuptuar, po themi, atë talentin në sport, apo ka qenë dikush indicie që ju doni të ndiqni ndoshta një shembull basketbollisti apo basketbollisteje? Domethënë talentin që kam shprehur, ma ka shprehur mami. Domethënë, nga që kam qenë shumë e shkallët edhe më ka futur në basketbol para moshës 10 vjeç. Dhe kam 8 vite që e luaj. Si ju duke si sport? Shumë i mirë.
Sa ju ka ndikuar në formën fizike, por gjithashtu edhe po themi dhe në pjesën e qetësisë mendore, pse jo? Sporti të jep këto benefite. Shumë mirë. Në të dyja. Do kishit diçka dëshirë të pyesnit lojtarët e huaj, ndoshta nga eksperienca që ta sjellin? Dakor. Dikush tjetër? Si e keni gjetur veten në volejboll? Si ka qenë për ju, po themi, kjo eksperiencë edhe në sport, paralelisht edhe me shkollën, pse jo? Okej, në fillim mendoja se si çdo moshatar timi që mund të më ndikonte pak në mësime, po në qoftë se e ke pasion realisht, e ndjek edhe e ke me shumë dëshirë. Mua më ka ndihmuar shumë si nga ana psikologjike, ashtu edhe nga fiziku tim, sepse sporti të mëson si të punosh në grup dhe si të kalosh momente të vështira në fushë, që zakonisht pasqyrojnë dhe në jetë. Vajza tjetër ndërkohë? Ka diçka për të? Çfarë mesazh do t'ju përcjellësh gjithë të rinjve korçar, duke qenë se ju tashmë merreni me sport, ndoshta ka nga ata që mund të kenë dëshirë, por ndoshta s'marrin atë guximin, po themi? Sporti është një gjë që të ndihmon të zhvillosh trupin, të qetësosh mendjen, por edhe të ndihmon që, domethënë, të socializohesh më shumë me njerëzit. Në skuadrën e volejbollit të Skënderbeut me U21-shin, edhe unë në 18-ën. E mendoni veten Si? në këtë sport si profesion në të ardhmen? Apo është thjesht pasion për momentin? Për momentin është thjesht pasion. Sepse me pasion ka filluar e gjitha. Suksese të gjithë. Shumë faleminderit. Ndoshta djemt dëshirojnë ta japin edhe një mesazh të fundit për gjithë të rinjtë e Korçës? Një këshill që do t'ju jepja është nëse e zgjidhni këtë sport, do t'ju duhet shumë punë praktik për të arritur rezultate. Duhet jeni të motivuar në çdo gjë që bëni dhe të vazhdoni të punoni për të arritur ëndrat tuaja. Janë disa gjëra që na janë dashur t'i mësojmë rrugës, por gjithsesi ngelet një eksperiencë emocionuese. Korça është një qytet shumë i bukur, sidomos në këtë periudhë festash, kur është zbukuruar dhe ndriçuar, dhe ne po e shijojmë qëndrimin ton këtu. E para duhet të merreni të gjithë me sport, duhet të provoni çfarë lloj sporti, ku mund ta gjeni veten dhe pastaj çdo gjë shkon vet. Futeni në atë botën e një disiplinë të caktuar dhe gjithçka shkon vet me dëshirën dhe punën që bëni. Por mos qëndroni pa bërë një aktivitet fizik, qoftë edhe një vrap nga parku ose tek pista atletikës që qyteti i ofron, një disiplinë të caktuar. Më mirë të bëni gjysmore vrap se sa të rini gjysmore me telefon, me kompjuter, apo gjysmore në një lokal apo një orë që ju i keni shumë qef. Do keni moshë për gjithë shka. Për tani mosha tuaj është të ndiqni sportin dhe pse jo, mbase një ditë mund të bëni dikush si ata lojtarët apo lojtarit që shikoni çdo ditë në televizor apo në rrjetet tuaja sociale. Atëherë për ne ishte shumë kënaqësi që ju kishim sot në këtë bisedë, sigurisht edhe të ftuarit tanë. Faleminderit që ju patëm pjesë të këtij aktiviteti të realizuar nga KOT. Thank you for being part of this conversation. Thank you too. Faleminderit për të bisedë dhe për ndarjen e eksperiencave me të rinjtë e qytetit të Korçës. Edhe ju faleminderit që ishit pjesë.